Të shtunën pas dite, Gjirafa Mall pas Prishtinës ka hapur pikën më të rëndësishme në qendrën tregtare në Prizren Api Qashia, ku tashmë kjo pikë ka një rëndësi shumë të madhe për këtë rajon. Lidhur me këtë pikë ka folur Irë Zamaqani, udhëheqëse e biznesit me Pakic. Ajo pohon se sot është dita e hapjes që është Gjirafa dhe më duhet të them se kemi punuar shumë, sepse kemi dashur që të kemi një pikë të përbashkët. Është pika e parë kaq e rëndësishme përveç Prishtinës, ku lidhur për çdo kërkesë apo ankesë që ka bërë Gjirafa, këtu mund të bëhet. Po kështu kemi pasur shumë dhurata, pastaj gift cards, kemi pasur mbi 100 vauchera në vlerë prej 100 euro deri në 200 dhurata fizike që janë ndarë për klientët dhe vazhdoi. Atëherë, fillimisht faleminderit edhe juve që keni ardhur. Sot ka qenë dita e hapjes, domethënë që e kemi hap Gjirafën, ka një projekt që kemi punuar të që një kohë. Kemi punu këgja shumë të për shkak se kemi dashur me pru një pikë për tërë këtë rajon të klientëve tonë, që me pas një pikë ku mujnë me u qasë Gjirafës për çka do që ka nevojë. Qoftë me u qasë në anën e e-commerce-it, me i pa produktet që na gjithmonë i kemi shitë në mënyrë digjitale online, në Gjirafa 50, në Gjirafa Mall, me i pa edhe si fizike produktet, po edhe me pas mundësinë që stafi me i asistu klientat edhe në website-et tona, që ata me ba një porosi, do me thonë. Edhe me ble edhe stokën këtu që e kemi nëse vetë kanë dëshirë. Gjithashtu na i kena edhe platforma tjera si Gjirafa Travel, e kena iGirafën, që është dyqani i parë Apple Store në Kosovë, që është në Prishtina Mall. Kemi edhe Carvagon, që shisim vetura. Atëherë Gjirafa është një ekosistem shumë i gjerë i produkteve, i kategorive, po për ato edhe kemi vendosur me hap një pikë, edhe ajo pikë e parë ka me qenë në Prizren. Është pika e parë fizike përveç Prishtinës për klientat e Gjirafës, ku mund me u qasë për çdo shëtëseka dhe më herët, për çdo kërkesë, ankesë, për çdo gjë që e kanë drejt Gjirafës. Kemi pas shumë dhurata, kemi pas gift cards, kemi pas 100 vauchera deri në shumën e 100 eurove për gift carda, do me thonë për Gjirafa 50, Gjirafa Mall, kemi pas vauchera prej Carvagos, kemi pas dhurata prej Jesimit, kemi pas edhe 200 dhurata fizike ku i kemi shpërnda për klientat, po që që patë edhe ju vetë, po gja mirë ka shku, po patë shumë njerës, sa që thuj se ke shumë pak njerës, po shumë mirë. Dhe me thonë, kjo është edhe na që kena dashur që me pru sa ma shumë njerës të na dhe me mujtë me ju ndihmu për çdo nevojë që e kanë. Kështu tashmë kjo pikë e Gjirafa Mall në qendrën tregtare Api Qashia është edhe një shërbim perfekt për banorët e këtij rajoni, ku mund të furnizohen me klientët nga Shqipëria e vende të tjera. Ndërto me prodhime vendore.